Rruga e fshatit Homesh në njësinë administrative Shupens në bashkinë e Bulqizës rrezikon të bëhet e pakalueshme. Mungesa e mirëmbajtjes së vazhdueshme të kësaj rruge ka bërë që asfalti të dëmtohet, bazamenti të prishet e muret anësore të dalin totalisht jashtë funksioni. Banorët e Homeshit thonë se që kur është ndërtuar në këtë rrugë nuk është vendor dhe si pasojë është kthyer në këtë gjendje. Nuri Dema shton se disa herë është bërë kërkesë në bashkinë e Bulqizës për të marrë masat sa ende rruga është e kalueshme, por ai thotë se vetëm kanë shkuar dhe kanë parë gjendje nga afër specialistë të saj pa u bërë asnjë ndërhyrje. Rruga e fshatit Homesh që lidh 800 banor, që është shem fare, prish, është katastrofë. Urdhëtor janë vit madh aty, aty janë provë rruga. Kemi kërkuar ka 3 vjet, kemi bërë kërkesë në bashki që të vit rregullohet. Po bëjmë kërkesë, vinë e shikojnë, ja shikoj vetë, kjo katastrofë. Jemi të prish dhe makinat këtu, jemi të uzru, se këtu mirë unë që e di rrugën dhe heci, më arri një që s'di rrugën bjerë në vi. Atje poshtë është, e kanë ndërhyni bashkia me një mur 10 centim, nuk bëhet muri pa temel. Pse se ka ujë poshtë. Duhet me bë muri me temel dhe të matë rruga. Vija duhet bë, se në vija duhet të nxjerrë, do të jenë skavatore që të punen se kanë shuje, Coca-Cola, pastrohen ferrat edhe kanali i bllokuar dhe sipër. Problem mbetet edhe rruga nacionale Magjellar-Shupens. Nuri Dema thotë se si pasojë e bllokimit të kanaleve kulluese anësore, tokat dhe banesat përmbyten nga uji sa herë ka rresht shishiu. Një tjetër problematik është edhe prania e gropave, por të cilat sipas Demës nuk po bëhet asgjë. Kemi në rrugën ku kryqëzohet që bashkohet me rrugën nacionale. Këtu me rashi kemi përmall me su kalamajt në shkollë se bllokohet rruga nga këtu. Dhe atje duhet me dal, do të kesh ose shisme ose me dal me makina. Nacionale bashkohet dhe aty ke porta, mushet plot me ujë. Përmbytje në Homesh nuk ka bëvaki. Kanales kanë hap asnjë gjë, ja shikoj gropat, nuk mushet një grop me baltë. Me pak ciment dhe ja shikoj, kemi mush po vazhdojmë vetë. Aty ka katastrofë. Vetë kemi mush aty se do më dal rrugën kryesore. Me pak beton shoj aty se ka qenë bë gropa se është burim aksidenti. Nuk po punohet fare në rrugën nacionale. Se di thonë ka ardhi tender se kur do vazhdoj, se kur do bëhet rruga nacionale, marr nga Magjellarat e po se kalova kësaj rruge, unë edhe unë mas te erdha. Marr nga Magjellar, rrugës nacionale, do me të qa gomat, o me prish amortizatori me dalën kofën. Tani se këtu do të punohet pak, se njerëz rrinë dhe këtu, me taksat tona, taksa paguajnë gjithë. Banorët e Homeshit kërkojnë që të merren masa qoftë nga bashkia tek rruga e fshatit të tyre, qoftë nga firma mirëmbajtëse për rrugën nacionale Magjellar-Shupens.